Edhe Dobraçi mbetet enigmë dhe në një moment duke qenë se ata thoshin gjithë që jemi shumë afër kësaj ngjarje. Ministri tha zbardhëm. Po mirë, ministri zbardhi po. Jo, flas që kështu është pretenduar që jemi afër, e kupton. Ministri si gjithë të tjerët kur nuk ka qenë ministër, shef lajmet, edhe ka dëgjuar dhe fjalën zbardhje, se nuk e kupton. Sepse një ministër nuk duhet përdori zbardhje. Zbardhje është në zhargonin mediatik që zbardhet një ngjarje, domethënë nëse është zhargon mediatik. Domethënë, një ministër nuk mund të thotë zbardhet ngjarja. Ministër thotë zbulua autori. Ne kemi autorët e dyshuar. Qartë. Ose hesht, ose thotë kemi autorët e dyshuar. Por mos ta lidhim këtë me politikën se do ngelemi brenda emisionit. Në kontekstin që do ngelemi brenda emisionit. Ministri pretendoi që është zbardha apo është zbuluar, do thotë që këta shkojnë shumë afër. Paftësia në këtë vend po na mbyt të gjithëve dhe ka vajt deri atje tek ajo pika që nuk jemi më, domethënë. Dhe gjithçka u mendua që ky mund të kishte një lidhje me masakrën e Dobraçit. Dhe ky ishte shoqërimi i plot. Kjo është logjika pse u shoqërua. Tani, në ato prova që familja Lici dorëzoi në SPAK, ne dim disa prej tyre. Një komunikim midis Ibrahim Licit dhe boksierit. Asmer Bilalin, i cili lidhet me, nuk kuptohet, sepse duhet kuptosh edhe gjuhën me cilin flet ajo lagje. Vërtet aty nuk kuptohet për çfarë bëre fjalë. Vërtet për ato rika, për ato pulat edhe patat, apo ka diçka në pikë në këtë mes. Dhe si mund të vi një konflikt i tillë, si mund të vi disa orë përpara kësaj vrasje. Ato mund të kishte Asmer Bilali kaq fuqi. Duke qenë se është një njeri i vetëm në këtë mes, nuk është se përfaqësohet në një familje e madhe siç mund të jenë Lic në Shkodër. Ai kishte këtë fuqi për të përballur dhe për të marrë pjesë në një vrasje ndaj Licve. Kjo hap dyshimet e mia a ka ndihmuar, nuk e di fakti, po është prokuroria jo pasaj që i sqaron këto gjëra dhe del në një përfundim më të plot. Por e gjithë historia është e tillë. Siç ngeli ajo e 2018-s, ngeli dhe ajo e 2024-s. Kemi vetëm burgime. Po mos harrojmë që Safet Bajri ka bërë një burgim pikërisht në dyshime të tilla. Nuk është çuditshme që ta bëj prapë. Ja të marrë mendim ndoshta avokata mundet të çedoj SPAK në këtë histori, duke qenë se flasim për prova të vjetra. Dhe duke qenë se i shton në një akuzë tjetër, në një mbajtje pa leje, gjë, këtë kohën e këtij para burgimi ja justifikon se ka vepra penale të i ka gjetë ca para, thot evazion fiskal ja të dënova për këtë. Një shifër prej 20.000 euro, e cila është e padeklaruar, e kupton? Në cilën ai thot ma sollën miq dhe shokët në ditëlindjen e vajzës dhe ishin grumbulluar prej saj. Në cilën unë besoj, vetëm këtë besoj në gjithë të mes, këtë shifër e besoj që duhet të jetë e tillë, duke njohur shoqërinë tipike të personazheve si Safet Bajri, ku miqt, duke qenë se janë të kamur, nuk mund vinë si shkojmë ne zakonisht me 50 euro ose në ditëlindje dhe në raste të tilla, vinë me shifra për të dhënë idenë që po respektoj dhe nuk mund vinë me 50, sepse nuk mund të vinë me 50 dhe me 100 euro. Absolutisht që do vinë me 500 ose me 1000 në mënyrën e tyre kur ata vinë për të uruar shokun e tyre për lindjen e një fëmije. E qartë. Falenderoj Sokol. Pyetja ishte avokata, domethënë a mundet që SPAK të dështojë dhe të shkojë në këtë histori që tha dhe Sokoli që mund të gjëra Sokoli lidhur me ato provat që janë parashtuar, ne nuk e dim sa të forta janë këto prova. Ligji procedurial parashikon që një person mund të dënohet edhe kur kemi disa indicie të cilat janë të lidhura. Por do të kuptojnë që indicet janë dyshime dhe është pak e vështirë që të krijosh një zinxhir, një kronologji të mbledhësh kaq shumë indicie që të jenë bindëse, sepse nuk ka një që të provojë një provë, që të provojë një bindje.
një bindje, sepse prova në rasti konkret nuk është se kemi, përveç se këtyre indicjeve pra motiveve që kam patur hasmërira ose kështu, por që të dënosh një person me burg të gjatë, me indicje, me fjalë ose me disa SMS, të kuptojmë që nuk është një standard që duhet të jetë standardi i drejtësisë. Drejtësia kërkon prova, dikur ka qenë jo një provë, përveç indicjeve duheshin disa prova. Nuk mjaftonte një provë për të dënuar një person. Tash i ka dalë një interpretim tjetër i gjykatës së lartë që mjafton edhe një provë, por duhet të jetë fortë, e qëndësishme, e besueshme, por në fakt lëvën për interpretim. Kemi dhe një parashikim ligjor që nuk ka asnjë provë, nuk është e mbivlerësuar në raport me provat e tjera, pa pavarësisht. Domethënë, pra lëvën për interpretim. Pra kërkon një analizë shumë të thellë dhe në këto kushtet të një situate mediatike të tillë, presionit të lartë, siç e thamë edhe në fillim të diskutimit tonë, gjykatat duhen që të jenë komforta dhe të mos kenë problematika, por mendoj që nuk duhet të jenë të tilla, duhet të jenë kurajoze, edhe aty ku kanë dyshime, siç e thamë, 10 fajtor jashtë, më mirë se sa një i pafajshëm në burg. Sepse këto janë standarde të vjetra, nuk janë qesharake, sepse naso edhe në drejtësi të tjera të seteve që kanë praktika gjyqësore, që kanë aplikuar këto praktika, që kanë drejtësi të konsoliduara, kemi këto standardin evropian, pra drejtësinë evropiane dhe common law, që është anglez dhe amerikan, cilët punojnë shumë me praktika, me vlerësime dhe hasin vazhdimisht problematika. Për shembull, ju dëgjoni që një person pas 20 vjetësh deli pafajshëm. Keni hasur. Ose është thënë për disa raste që dikush është ekzekutuar në mënyrë të padrejtë, pasi më pas kanë dalë prova që ai nuk ka qenë autor i asaj ngjarje. Ngjarje e rëndë, desha. E qartë. Dhe pra këto janë kostot të drejtësisë të cilat kanë bërë njerëzit të mendojnë që ndoshta do të jeni çik më të matur, të mund të citojmë edhe me një kujdes, ai që është problematik të hasi përsëri probleme, por ama nuk duhet të sjellë pasoja sepse ky është qëllimi i burgosjes dhe i ndalimit të tij. Por që janë gjitha këto ekuilibra që gjykata duhet të jenë të kujdesshme. Unë bëni gjë përshtypje, avokat, vetëm kur mendoj një gjë që s'pa ka aftësinë të rikthej në skenë një provë të vjetër, të 2018-s, edhe një ngjarje freskët siç ishte Dobraçi në mes të ditës që nuk e di sa mundësi ka pasur te kamerat e sigurisë u përfol që mund të jenë figur dritat të andi. Pse pati të vështirë ke Dobraçi? Në të kuptojnë diçka që SPAK-u nuk është e gjithfuqishme, sepse SPAK-u, që kemi thënë, është struktura e posaçme antikorrupsion. Janë prokurorë. Dhe krim të organizuar. Po, krim organizuar dhe antikorrupsion. Rasti konkret, jemi të krim organizuar. Por çfarë është SPAK-u? Janë ata prokurorë të cilët njihen me provat që janë marrë në rasti konkret në një vendngjarje ku janë kryer veprime nga policia, janë pyetur dëshmimtarët e tjerë. Dhe tashti janë këto provat e para të marra aty në vendngjarje që ai prokuror ose ai grup prokurorësh 2-3 sa mund të jenë, duhet i çmojnë dhe duhet mendojnë që si të nxjerrin veprime hetimore të tjera, të bëjnë kërmjete kërkim prove, që të nxjerrin prova për të dalë fajtori. Edhe kjo është shumë e vështirë, sepse e drejta e kërkon pra baza, por është pa mundësi që prokurori të jetë vetë në vendngjarje, të kryejë veprimet vetë, për shembull të marrë pjesë tek ajo vendngjarje, që kemi thënë, të fiksojë ai të kuptojë çfarë ka ndodhur, sepse bëhet fjalë për 4 veta. Aksident me makina, pra është një katraur dhe gjurmë pafund. Ja lënë gjurmë pafund në të gjitha drejtimet. Plas për kanë qenë 3 veta më duket tek makina, njëri është larguar i plagosur, nuk e di se si, 2 janë viktima, plus edhe 2 tjerë me motor që s'kan lidhje fare. Pra, gjithë vendi, koha, mekanizmi që është përdorur, motivet, dhe këto veprime duhet të ishin bërë menjëherë. Por ato problematikat që hasin në këto lokalitetet shqiptare tona, janë ato problematikat kryesore të cilët e prishin hetimin dhe pastaj kur vjen dosja prokurorit, pa aftësi? Jo vetëm pa aftësi. Apo dhe ndikime të tjera? Edhe ndikime të tjera. Nuk besoj që ka qenë problem kryesor pa aftësia ndonjëherë. Ne kemi patur policit përgatitur, edhe organet hetimore përgatitur, sepse kemi pas një shkollë, kemi pas specialist, pavarësisht se ne ose një pjesë, jo ne, se duhet të flas për veten, janë prirur që ta mohojnë ato të shkuar, por kanë qenë specialistë shumë të mirë.
Ndryshimi me këta tjerët që vinë bëjnë seminare këtu nga jashtë me 1.000 euro dita, është që këta janë paguar shumë, shteti i paguan dhe kanë disa mjete më tepër, por nuk kanë forma më shumë dhe nuk janë zotë sa specialistët tanë. Do të na vësh në dispozicion neve këto mekanizma thuaj që dalim shumë kanë dhënë prova çështjet këtu që janë bërë me ndihmën e tyre dhe që është dhënë një kontribut e pa dosje ne që kanë punuar, ka vajtur çmimi vlera atyre po them 1 milion euro, një dosje që punohet jashtë për një vrasje, sepse ai oficeri i policisë paguhet për çdo hap, edhe për atë kafen që pi, për të pushuar, ka punuar gjithë ditën, më kupton, po edhe për një ushqim. Jo këto që marrin burek, paguajnë benzinën nga xhepi e tjera dhe gjithë nga xhepi. Sepse janë gjitha këto bashkë ndikojnë cilësinë e jetimit, ndikimin edhe gjë. Prandaj që sa rënd është kjo që thatë, është. Po ndikon të keq, dhe realisht. Jo kot shteti. Është një vërtet e madhe që duhet ja themi edhe stimulon jashtë, i stimulon. Prandaj kanë cilësi ata, sepse shteti i mbështet me gjithçka. Me makina, me mjete, me ekspertizë, me pagesa, dhe ai është i lirë të punojë dhe është i stimuluar që të marrë provat të zbulojë autorit. E qartë, ndoshta t'i japim dhe një mesazh të shkurtër. Po ka dhe një gjë që ai ka dhe një detyrim. Që në pas të asaj shpenzimi që ka bërë për dosje në fjalë, du t'japi rezultate. Në të kundërt shpenzimi mbyllet. Kjo është një praktikë e njohur. Çështja morale, kjo është një praktikë e njohur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam bërë disa herë çudi kur vinin prokuror amerikan apo detektiv në Shtetet Bashkuara në Amerikë. Për çështje të vogla të caktuara. Vinë në Shqipëri. Po. Dhe ti thoshe që si erdhi ky për çështje. Nuk marrohet edhe për gjithë publikun. Nuk e di nëse mund ta e ke parë filmin në 60 sekonda me vjedhjen e automjeteve. Jo, nuk e kam parë këtë. Jo, nuk e kam parë. Është një film i jashtëzakonshëm që në film thuhet që detyrohet nga një mafioz 2 vëllezër që vjedhin makina luksoze të vjedhin automjete në luksoze në New York. E luan John Travolta, ai film e luajnë gjithë aktorët më të mirë të Hollywoodit. Po çfarë rëndësie ka se nuk është kjo logjika. Ata që vodhën makinat më luksoze të New Yorkut, nuk e di, brenda 2 orësh u vodhën 200 apo 300 automjetet më luksoze të New Yorkut, dhe ishte u bë show në gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, tani për t'i shpërndarë në shtete të ndryshme, që të zhdukeshin, se i vodhën këta, duheshin 200 apo 300 shoferë. Një nga shoferët ishte nga Kavaja, që ishte pjesë, por nuk ishte pjesë e vjedhjeve, ishte pjesë e transportit në... Pra, grupi strukturuar quhet. Nëse detektivi erdhi në Kavaj për ta kërkuar. Dhe ndeti po thuaj se gjatë gjithë kohës në Shqipëri derisa u krye ekstradimi i tij drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kam qenë aty në gjykatën e Kavajës dhe nuk marrohet ajo gjykata, se nuk e di ekziston më ajo gjykata e Kavajës. Është suprimuar. Është suprimuar. Ajo gjykata tjetër, një gjykatë kështu me një ndërtesë e vogël atje, domethënë. E thjeshtë në një ndërtesë, mos gaboj në atë kohë ishte edhe i kaçë fare, nuk ishte një dhe e mori. Pra që ndroi dhe kur edhe justifikoi shpenzimin, po thua, për detyrin që pati. Ishte një rast i tillë tjetër, me një rast nga Korça. Fitoi të drejtën në gjykatën e shkallës parë. Fitoi në apel mos ekstradim në gjykatën e lartë. Ushtroi ambasada kërkesë, duke i thënë gjykatës që sistemi është i korruptuar dhe ky duhet patjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse ai ishte pjesë e një organizate kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, hetimi për cilin kishte shkuar në disa milion dollar. Dhe ai duhet të jepte një dëshmi patjetër, por nuk mund ta jepte dëshminë në Korçë. Duhet ta jepte përpara gjykatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ekstradimi i tij është bërë, pra kur harxhoi shumë para, ka një detyrë morale për të justifikuar shpenzimin. Ka një punë të bërë. Sepse ato para, nëse nuk i justifikon, fillon dhe ulja. Nga detektivi një çështje të madhe, shkon detektiv shkensurinash dhe do kapësh i tavolinë dhe nuk je më në terren për tetuar.
Dhe kjo është logjika, se ata e kanë pak më ndryshe mënyrën, nuk e kanë fiks me prokuror. Gjithë hetimin e bën detektivi, nuk e bën prokurori. Prokurori vetëm e mbron në gjykat, vetëm kaq, nuk i kryen ai veprimet. Në logjikën e tij është një gjyqësor edhe një mënyrë hetimi pak më ndryshe. Do duhet ta marrim si model dhe realisht kjo që thanë edhe avokati dhe Sokoli. Modelin me organizimin. Jo, se ne nuk i kemi policët aq të pa i ka detektive burr. E kam ke modeli që këtu duhen suportuar, siç tha dhe avokati, që nëse ka nevoja financiare, sepse ne e dim shumë mirë, policët rrugore si hedhin vetë nafta apo benzinë makinës. Verifikoni këtë rast. Vini dhe shikoni në qoftë se nuk i hedhin vetë për ndjekje, kanë me kuotë fikse. Tani çfarë presim ne që një polic të kapi një të kërkuar, ta ndjekin mbrapa me lekë të veta? Deri ku do shkoj kjo pikë? Kështu që ajo që u tha në këtë studio do duhet ketë financa të mjaftueshme të jenë të stimuluar tek rroga që ne të presim me time cilësore në fund ditës dhe mos bëhet hajse po shkojmë në punë edhe të mbyllim punën kur ta mbyllim. Kështu që në këtë pikë e ngritë shumë pjatën, nuk ka kështu deri në këtë lart. Jo, do duhet të japim mesazhet që të mos kemi probleme tjera. Mirë. Ne ndalemi pak minuta tek një çështje tjetër dhe do ndalemi tek arrestimi i Erion Veldiajt. Tashmë janë dy zyra ligjore ndërkombëtare të cilat kanë marrë, le të themi, mbrojtjen. Veldiajt është zyra Kasovic LLP me seli në New York dhe Mishkon Dereja LLP me seli në Londër, që përfaqësojnë Veldiajin në këtë rast. Kanë publikuar dhe një raport tani së fundmi, ku që sigurisht nxjerrin në pa sipas tyre arbitraritet pra për mënyrën se si është mbajtur, që është mbajtur pra Veldiaj vazhdon të mbahet në paraburgim, pra nuk duhet të jetë një paraburgim arbitrar, dhe duhet të jetë masë e nevojshme, proporcionale dhe arsyeshme. Dhe janë disa përshkrime të tjera, të cilat tashmë ata kanë marrë dhe në referencë rastin e ish-drejtorit të Radio Televizionit Shqiptar Thoma Gëllçit, për cilin Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njerëzit në Strasburg e cilësoi si një paraburgim i cili nuk duhet ishte mbajtur pra në paraburgim, ishte i kontralishëm, nëse mund ta themi kështu, cilësohet jo i lishëm si gjë, avokat? Është cilësuar si një arrest i cili nuk ishte në proporcion të drejtë me nevojat e sigurimit për kohën për rrethanat e të tjera. Pra nuk mund të quhet i jashtëligjshëm, por jo në proporcion. Por që dënimi i tij është quajtur i drejtë në një farë mënyrë. E qartë. Tani ju besoj patë mundësi të lexoni një pjesë të kësaj se çfarë është thënë për këtë avokat. Çfarë kuptoni këtu? A mundi që kjo të japi një, a ka të vërteta e para nga pikpamja ligjore ky raport, edhe sa dorë mund të japi Veldiajt në përballjen e tij në vazhdimsi me drejtsinë? Ne nuk kemi njohur me të gjitha faktet dhe provat që ka çështja penale në ngarkim. Janë 26.400 faqe për Veldiajin sipas raportit. Shiko, ato jo të gjitha janë prova, se mund të ketë fakte të ndryshme, kërkime, shkresa. Por them që fashikujt në atë shkojnë. Por që duket që ka prova dhe pak me informacionet që vinë, janë ngritur disa akuza ndaj tij dhe janë marrë edhe masat pasurore për sekuestrimin e 2 apartamenteve në Moskabur. Rezulton që informacioni që thatë ju vjen nga 2 zyra avokatie, pra arrim të kuptojmë që pas ka marrë dhe 2 avokat, 2 zyra avokatie, që ka një kosto shumë të lartë, jashtë shtetit, të cilat në fakt më tepër se sa një mbrojtje efektive këtu, mendoj që sipas ligjit ton kanë një rol propagandistik. Për sa i përket proporcionalitetit të tij, mund ta pak, thënë propagandistik, është më tepër për t'i thënë publikut shqiptar që shiko se po luftohet fort prokuretarin e Bashkisë së Tiranës. Po, shiko, ne arrim të kuptojmë që kjo mund të jetë si një tip PR-i. E kuptoj. Rrim ke PR-i, domethënë. Po sepse ligji jon procedurial, material, kushtetuta tjerë, parashikon mënyrën se si bëhet mbrojtja, kush e bën mbrojtjen, kush legjitimohet dhe cilat janë detyrat e mbrojtësit. Ta në fakt, me sa po kuptoj, është bërë një analizë dosjes, por që mund të jetë bërë në bashkëpunim me zyrat këtu, sepse është edhe bashkëshortja e tij në hetim, në Moskaboj, pra edhe kanë zyra avokatie të ndryshme, por kjo nuk ka shumë rëndësi. Pra, do jetë bërë me zyrat këtu, por nuk është se ka vlerë
në kuptimin procedurial. Pse? Sepse të gjitha ato kërkimet, mendoj unë, pra masat e sigurimit janë konsumuar, kanë rënë. Kërkesat për zëvendësim me argumentat që janë nxjerrë më pas